Të cilën e shpreh edhe në gjykim që ka qenë për një autonomi të Kosovës dhe ka qenë për marrëveshjen mes Miloševićit edhe strukturave politike në Kosovë, për cilën marrëveshje unë s'jam pajtu dhe i kam dhënë formulën tjetër që për të biseduar me neve. Unë pas takimit me te e kam orientu që të shkoj edhe në shtab përgjithshëm në Berish, ku ka takuar pastaj Hashimin, Jakupin dhe anëtarët e shtabit përgjithshëm, dhe paraprakisht pa takuar edhe Recep Selimin në Likovës, siç më tha edhe Chris Hill. Na kemi pas disa takime. Por te takimi i parë ju i bët qartë pozicionin tuaj që jeni kundër pra autonomisë, kësaj linje, por pavarësisht. Ai nuk më tha që janë kundër autonomisë, ai erdhi me idenë që të vendoset paqja, më kërkoi që ne të bënim disa veprime, domethënë kërkoi që ato postobllogjet që i kishte vendosur ushtria shqiptare e Kosovës të hiqeshin dhe në të dy anët e rrugës, më thonë, të kishin mundësi të qëndronin forcat e UÇK-s, por në largësi prej disa qinda metrash, dhe më garantoi që ne garantojmë që rrugët, magjistralat e Kosovës, rrugët që kalojnë automjetet, nuk do të ketë forcat e policisë as të ushtrisë, përjashto policinë e komunikacionit, dhe tha që ne ju garantojmë. Sidoqoftë, unë jo transmetova këtë me një porosi të veçantë timen, nuk u pajtun, por besoj një disa ditë mas këtij takimi, forcat serbe sulmuan këto postobllogjet dhe kjo ishte rezultati. Zotja Lidi, edhe diçka kam për atmosferën e takimit të parë me Christopher Hill. Sa zgjati dhe si ishin tonet, çfarë kujtoni tjetër? Shiko, unë isha në takime para zotit Chris Hill, kam pas takimet shumëta me Amerikanë, dhe kemi pas takime të shpeshta, me thonë, me strukturat e veçanta, po them që nuk ishin në linjën e Chris Hill, edhe takimi ka qenë kushte normale, jemi taku në kushte normale, pa naj tension, pa naj kështu. Unë ja kam dhënë formulën se si mund zgjidhet çështja e Kosovës, dhe në fund të mbledhjes në Rambujel, fund të konferencës, i kam thënë zoti Hill, a ndryshoi diçka nga ajo që të kam thënë se si zgjidhet çështja e Kosovës. Edhe ma ka pranu në Rambujel, por projekti i tij, ja mendoj që ka qenë ai që deklaroi interesi, siç e tha i SBA-s, që Kosova të jetë pjesë, të ketë autonominë dhe Ballkani të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Këto rrethana, për shembull për Kosovën, nuk ishme qenë e kënaqshme që Kosova të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, duke qenë pjesë e Serbisë ose pjesë e ish Federatës Jugosllave të atëhershme. Rrethonat kanë ndryshuar, pastaj jemi takuar në Rambujell dhe jemi takuar edhe në Kosovë mas lufte. Formula është ajo e realitetit sotëm, formula juaj. Po, formula ime ka qenë, që të hyjnë ato që ka ndodhur në fund në Kosovë, nuk ka qenë diçka tjetër. Lutem edhe diçka, po për atë deklaratën që tha Miloševići që i shqetësuar që po mbaja krahun e UÇK-s tani jo të LDK-s.
Jo, nuk e besoj që ka majtë krahun, jam dakord me te, por ky dhe Holbrooke e kanë lutë deri natën e funit Miloševićin që të pranoj marrëveshjen e Rambujevës në një farë mënyrë, që të pranoj dokumentin dhe që Kosova domethënë ta ketë një autonomi të zgjeruar dhe të mos bombardohej. Sidoqoftë ai nuk e pranoi dhe ndodhi kjo që ndodhi. Zoti Alidi, të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit për jush. Zoti Alidi, ju jeni thesar, unë do doja të flisja shumë gjatë me ju, por duke qenë se kishit shumë edhe thirrje, prandaj nuk u bezdisa më shumë dhe ndërprejo ashtu. Por të falenderoj shumë. Faleminderit. Faleminderit. Nuk e dija e monton ti vetë. Po, e rregullojmë. Ju faleminderit për gjithçka. Mirupafshim, gjithë mira. Mirupafshim, ta kaloni mirë andaj. Gjithë mira. Tungu.